Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak marrëdhënien e Zhakut edhe Mimozës. Çfarë dëshiron të produksioni të bën? T'i kthen në armike apo t'i lërë në mike? Kjo është pyetja më e madhe në fakt që po shtrohet tek të gjithë ndjekësit e dy vajzave fantastike që kanë marrë zemrat e shqiptarëve. Unë mendoj që produksioni është duke luajtur një lojë që i ka dalë pak nga kontrolla. Zhaku dhe Kostana, të paktën Kostana që në ditën e parë që ka hyrë dhe deri më tani është shumë e qartë dhe pastër në fjalët që ka thënë dhe nuk ka luajtur fare nga fjalët e saj. Do me thënë ka të njëjtat qëndrime, si në ditën e parë edhe deri më sot. Ndërsa tek vajza në fjalë, do me thënë tek Zhaku, kemi një luhatje të madhe. Zhaku hyri si mbështetëse e Mozës, hyri si suportuese e Mozës, hyri si njeriu që do t'i dhuronte dashuri pas gjithë asaj urrejtje të madhe që ishte krijuar brenda në ferm për Mozën dhe u kthye armikja më e përbetuar, u kthye armikja më e madhe drejt Mimozës Zhaku. Dhe pyetja që shtrohet dhe që bëhet është kjo: apo i qëndron afër Zhaku Mimozës, apo thjesht po mundohet produksioni që ta bëj Zhakun të keqe dhe Zhaku nuk ka asnjë gjë me Mozën. Unë mendoj që Zhaku dhe Mimoza kanë një problem që jashtë sepse Mimoza u kursye. Mimoza i tha Zhakut nuk dua tha të ofendoj, nuk dua të degradoj, do të kursehem, po tha unë e di shumë bukur tha se kush je ti, edhe po fola unë gjërat ndryshojnë. Tani unë këtë nuk e marr si tip kërcënimi, përkundrazi. Unë e marr si një mëshirë që Moza ka kundërdrejt Zhakut. Unë mendoj që Zhaku dëshironte që ta ulën personalitetin e Mozës, dëshironte që ta rrëzon fenomenin Mimoza në tokë dhe veten e saj ta lartëson. Dhe kjo gjëja Zhakun e nxori shumë keq, sepse Zhaku tani është mes një balance që unë e shoh që e ka kap një frikë. Do të thënë shoh dorë të produksionit, që produksioni tenton në të gjitha format, sepse edhe sonte do të diskutohet si temë marrëdhënia e Zhakut dhe Mimozës, që do të thënë produksioni tenton në të gjitha format të shkatroj këtë marrëdhënie, të përçaj këtë marrëdhënie, të ndaj këtë marrëdhënie, ndërsa nga ana tjetër është Zhaku e cila distancohet sepse ka një lloj frike se si komentohet Mimoza jashtë, se çfarë thuhet për Mimozën jashtë dhe se si janë qëndrimet e mia kundërdrejt Mimozës. Do me thënë, unë hyra këtu për ta mbrojt dhe dal armikja e saj. Unë mendoj që Zhaku, nëse do të vazhdon të merr presionin e produksionit për të bërë një lojë më të madhe, Zhaku do kërkon që të largohet nga ferma. Ky është mendimi im rreth ngjarjeve që ndodhin aty, duam patjetër të marr mendimin tuaj.